Kur jam kam 12 vjet, dy jarana ti kam zet, dy jarana ti kam zet. Na man, jo pa man, hey amor. Po se ndëgjum edhe një këngë të vjetër kërçovare nga Artan Jusufi. Artan, të lumë goja se na kënaqe, kishe përzgjedh një këngë të bukur ku përfaqësove tamam qytetin tënd. Ashtu është. Ideja jote ishte të zgjedhësh këtë këngë? Me thonë drejtën, kjo ide ka lind bashkë me Bezet Javodinin, është një këngëtar i minjor kërçovar, po ashtu në gjithë trojët shqiptare. Unë e pikë pari e përshëndes shumë nga zemra, sepse ai ishte iniciatori që e zgjodhi këtë këngë, me botë të dy, mirë po e bona vetën. Në më thënë ti këtë këngë edhe ke përpunu edhe sot na këndove. Është një këngë e vjetër kërçovare, do me thonë që kanë gëndu trio Zajazi, Recep Zajazi, i cili nipet si këngëtar shumë i njohur këtu në Kërçovë. Po, si e me sezon mirë? Shqyqyr epizotit shumë mirë. Deri tash kemi shumë rezervime për darsma, edhe për 2016 e për 2017. Elhamdulillah mirë, shumë super. Qëndron besnik këngës muzikës kërçovare apo bën? Po me thonë drejtën edhe kërçovare edhe çka li kohës tash, çato i këndon krejt. Dush të thysh Deni Tallava, ja krisi, ja? Po ja thekim nga një. Si da ja thekim? Ja thekim si në Kërçovë. Si në Kërçovë, ja thekim që ven ja thesnim. Ashtu. Ja thek ka Denirën Tallava. Normal. Po pushime të bësh pushime? Kismet po, mas sezonës, përderisa është sezona darsmave, s'kemi edhe kohë shumë se çdo ditë jena 1 muaj e gjysmë. Tonë ditët, net, kështu në për darsmat, mas sezonit po kismet. Po ke zgjedh, ke bën nga i përzgjedhje? Po, tani për moment jam të përgatit një album. Jam të përgatit një album 2016-ës, gjithsej kam 7 albume, ky është i 8 me radhë. Edhe shpresoj që ka me dalë mirë, i kam plan një 2 spote me i bo. Inshallah dhe ata dalin mirë, sukses. 2 videoklipe, po kur ke fillu të punojsh për këngët apo? Po, jam
kompozitor vet i kam ne, do të thonë për muzikën. E kështu që tekstet mi bën Eyüp Shaban. Eyüp Shabani. Po këngët e tua do të jenë popullore, të zhanrit popullor apo Ka edhe popullore edhe të zhandreve tjera, do të thonë. jo këto dy këngë që i përgatit? Po? Që, Janë më shumë moderne. po, më moderne. Më moderne, ja. Për Do të thonë videoklipin që krejt kanë. stil tjetër është çka këndoj unë. Pa, çat pëlqen më shumë ti në Kërçov? Mas shumë ti Kërçova më shumë pëlqen, njerëzit krejt më pëlqen. S'ke diçka të veçantë Kërçovës? Të veçantë janë njerëz, do të thonë mik pritës, shumë. Jo vetëm unë që e them, po gjithë e thojnë. Edhe është e saktë dhe vërtet që si priten këtu njerëzit vende tjera nuk priten. Se si në vend për priten, kudo që ka shqiptar priten mirë, po derisa jemi te mikpritja, une do të kisha dashur shumë që të faleminderoj miqt e mi që i kam këtu, të se çdo herë kur kam ardhur ata më kanë hap dyrët e më kanë respektu mënyrën më të mirë. Unë dua të përshëndes edhe një puthje për Blendin, apo më mirë pronarin e këtij ambienti të bukur që ndodhemi. Deja vu, Blendi, të faleminderit shumë që na mbështet dhe na përkrah dhe na mundsove që ta realizojmë këtë emision sa më bukur në lokalin tënd. Faleminderit edhe ty Artan. Faleminderit edhe juve shumë, më vjen mirë që jemi të sot këtu, edhe inshallah takohemi çdo herë në kështu festash apo ku e di çka më thon. Kur dush tu jemi, veç bëma një telefon vi. Teleshikues të nderuar, ne vazhdojmë me atmosferën, muzik. Shkojmë pjesën tjetër të lokalit me muzikë.